Një banesë dykashe është përfshirë nga flakët në fshatin Krutje të Lushnjës, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale. Sipas informacioneve paraprake, zjarri ka djegur plotësisht orën ditë e banesës. 2 mjetet të shërbimit zjarrfiks së Lushnjës ndërhyn menjëherë duke vënë flakët nën kontroll dhe duke parandaluar përhapjen e tyre në banesat përreth, të cilat ndodheshin shumë pranë vatrës së zjarrit. Fatmirësisht nga ngjarja nuk raportohen persona të lënduar, ndërsa dëmet janë vetëm materiale. Banorët e zonës u alarmuan nga flakët dhe tymi i dendur, por situata u normalizua pas lërhyrjes së zjarrfiksëve. Në vendngjarje kanë qenë edhe efektive të policisë së komisariatit të Lushnjës, të cilët kanë kryer veprimet hetimore për të zbardhur shkaqet e ngjarjes. Paraprakisht dyshohet se zjarri është shkaktuar nga një shkëndijë elektrike. Autoritetet do të përcaktojnë shkakun përfundimtar pas ekspertizës, ndërsa u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes me instalimet elektrike, veçanërisht gjatë temperaturave të larta, për të shmangur ngjarje të ngjashme.